Dashur miq të Medias Ngjallja, ndodhemi këtu në kodrën e fshatit Golem, që është në hyrje të qytetit të Lushnjës. Është një vend shumë i bukur dhe siç e shikoni pas meje, është një kishë e re që po ndërtohet, i dedikuar të shenjtës Mari. Në fakt, është një kishë që po ndërtohet mbi rënojat e dikurshme të kësaj kishe, e cila në vitet e komunizmit pati rastin dhe rrethana fatkeqe të prishën ashtu siç u prishën shumë objekte kulti, kisha apo qoftë edhe objekte të tjera nga komunitetet e tjera fetare. Ja vlen të vinim sot këtu sepse ndërtimi i kësaj kishe është iniciativa në fakt e një kleriku të nderuar, një kleriku të përulur me dashuri për Zotin dhe për Grigjin e tij. Është një dëshirë kjo e Ati Josifit, klerik i qytetit të Lushnjës. Ati Josifi nuk është vetëm, është i rrethuar nga besimtar, nga kontribues, nga dhurues të shumë, të cilët po na japin një shembull shumë të mirë për rindërtimin e kësaj kishe. Unë jam një bir i Lushnjës dhe them që sa u nisa për në shkollë me bekimin e Irsi Ignatit, ja shfaqja dhe Irsia më mbështeti dhe më dha bekim për ndërtimin e kësaj kishe. Më valonte diçka në shpirt për këtë kishë. Dhe këtë kishë unë e kam gjetë vetëm Ferrecka. Ka qenë kisha e Shën Marisë dhe kjo ka pas edhe shumë gjona të mira për besimtarë, se këtu gjeshin shërime. Vini një, si që ja u thanë, tu kanë ardhur pa gojë dhe kanë dalë me gojë. Papa Josifi jeti kurajo, një mbështetje të madhe i Irsi Ignatit, dhe filluma avash duke mbledhur besimtarët dhe shumë besimtarë na janë mbledhur për ndërtimin e kësaj kishe sot. Dhe peripesit e mëdha unë pata kur prisha gjitha të 450 metër katror të repartit ushtarak. Kishe me disa shtytës, po nga mitropolia dhe shokët tanë, që të bëhet kisha. Ati Josif, si mundet që të organizonit komunitetin këtu, apo qoftë edhe dhuruese dhe kontribues, të arritët që të afronit ata në këtë mision të përbashkët për që të kontribonin për rindërtimin e kësaj kishe? Si që ja u thash dhe në fillim, unë e gjeta amulli këtu. Dhe duke ja shprehur vëllezërve të mi në Krishtin, dëshirën time që të të bëjmë një kishë, të të bëjmë edhe ne një lutje këtu, të ndezëm e qerin për këta të afërmit që kemi këtu, të ndjerit. Jo të vetë se ndisi qeri dhe ik, po gjithmonë me përkushtim. Atë lutje që të bënim, ta bënim në shtëpinë tonë, në shtëpinë e Zotit, në shtëpinë e Shën Marisë këtu. Kishim dhe në një kishë, dhe ju shfaqja dhe besimtarve të gjithë me përkran për këtë ndërtim e kësaj kishe, plus të krishterëve. Po ne kemi marrë dhe një krah shumë të madh për muslimanëve që na kanë ndihmuar me bazë materiale. Një ndër këta ka qenë Misir Raxhiu, ka qenë Edmond Kasapi, edhe plus të krishterëve të tjerë. Po një ndihmë të madhe neve në këtë kishë na ka dhënë Eduard Bame. Na ka dhënë Pilo Lala bashkë me djemtë vet për kontribuar në këtë kishë. Plus shumë ndihmë ndoni Eduard Kreci, edhe mos me i përmend tashti neve kemi edhe i tabel që kemi shkruar që të gjithë, dhe kjo më tepër e shtytën besimtar që u afron afër kishës. Unë këtë kishë e kam bërë më tepër me bazë materiale, duke dhuru kush drasën, kush tullën, kush hekurin, kush llaçin, cimenton, edhe kështu ja ku ndërtu kisha sot. Edhe ne shpresojmë dhe urojmë që të jemi Zoti përpara, të jemi prezent edhe në inaugurimin e kësaj kishe. Me anë të dokumentacionit, ne dim që kjo kishë është ndërtuar në shekullin e 18. Është prishur nga një tërmet i vitit 1901, i cili e dëmtoi rënd, dhe kisha u rindërtua përsëri në vitin 1933. Por nuk që jetë gjatë, sepse siç dihet, në vitin 1967, në vitin e mbrapsht, kisha u shkatrua deri në themel dhe u ndërtuan 2 kapanone të ushtrisë, pra sipër në vendin e shenjtë aty ku ndodhesh kisha. Rindërtimi i kishës në të njëjtin vend ku ka qenë kisha ka nxjerrë në pa edhe disa gur të vjetër që për fushën time janë gur arkeologjik. Bëhet fjalë për gurin i gdhendur me një kryq me një formë harku sipër, i cili ka qenë në portën hyrëse kryesore,
kur është vendosur themeli, kam pasur rastin të jem prezent dhe kam parë që është prekur dhe pjesa veri perëndimore, po në të njëjtin vend. Si ka qenë kisha më herët? Nga ato dëshmitë që kemi mbledhur, kisha ka qenë një kishë e madhe, pak a shumë me këto dimensione, ka qenë e bukur, e afreskuar me ikona. Për ortodoksët e qytetit ka qenë si le të themi një si lloj privilegji, varroseshin këtu. Është një traditë që ka ngelur, paktën tek tuk edhe në ditët e sotme. Kjo kishë ka pasur edhe dëshmi të gjetjeve arkeologjike, pasi siç dihet, këtu pranë mendohet këtë qenë dhe Manso Marusio. Jo shumë larg kishës, pra në anën veriore të kishës, aty kemi rënë edhe në gjurmë të vjetra të antikitetit vonë, me shumë ngjas, aty ku sot janë varret, mund të jenë ripërdorur si vend për të si vend prehje për periudhën e antikitetit vonë. Për mua është një kënaqësi që të marr pjesë sot, të shikoj edhe vetë këtë kishë kaq të madhe, kaq të bukur që po rindërtohet, dhe është një vlerë e veçantë edhe për zonën në fjalë, për zonën e Golemit, por edhe të qytetit të Lushnjës, që tashmë do të kenë një kishë me këto përmasa të mëdha. Ju jeni banor i fshatit, sigurisht do dëshim një dëshmi nga ana juaj të shkurtër për kishën që ka qenë këtu dikur më parë, kushtuar të Shenjtës Mari. Si e mbani mend ju kishën? Kisha e Goleme, pra në atë kohë që ka bërë deri në 67, ka qenë model kishë. Qoftë nga brenda, nga fresa gjitha komplet, edhe qoftë nga bjede jashtë që ishte këtu. Ishte do një nga mrekullit më të bu. Kur fullë se brenda aty, nga fresat ishte të shkëllqyra. Pra ishte një kishë kompletuar? Kompletuar dhe gjithë, me bilës ka qenë me 2 kambane. Jo me 1, po me 2. Me 2 kambane. 67 që që katastrofa ma madhe, mëse na i kur u byllë të qa. Se kishte besimtarë, ta që besimtarë të dhe, i beni dhe fshevras. Ata që i beni, vinë dhe jërdu. Vinë edhe këtu, parë se nuk lejoshe vinin, çfarë bën, ndizin qëri? Ndizin qëri vetë, i bleni qërin edhe i ndizin. Edhe kështu të regojnë plejtë, asaj kohë, që aq vend i mirë ka qenë këtë që nuk të dinë dhe meri ata që nuk takon të ta meri. Si që pësova dhe vetë. Ju keni një histori personale, na e tregon pak kur ishit 12 vjeç. Po, kur isha 12 vjeç, e lashëm dokri me lastikje me sen. Edhe kështu për të marrë një bigat që i thoshim ne në atë kohë. Dhe e preva diku këtu. E mora, e pregatita, e bera. Pasaj po ndjesha mirë. Fillova të rënkonjën. Më morën prindit në shumë shpital. Pësuat një paralizë në gjysmën e trupit. Po, dore djathë, me çmendau në mes. Ishte ky një mësim që nga kisha nuk marrim asgjë. Ky ka qenë, është do të ngelet. Ai që i vetë dorë në kulte, ai i pa fe quhet. Ky vend këtu i dha rezultatet edhe mbas shkatërrimit. Çfarë ndodhi? U bëre parti ushtarak, edhe shërbimet e gjithë ushtëria që u bën nga zermat. Po. Mas 6 muajsh, këtu ka vdekur ushtari. Në pjesën këtu mrapa, se neve kemi lindur këtu me shtëpi, edhe sot e kësaj dite jemi këtu dhe ja dim, ne jemi rritur në këto oborë, si shtëpi, të gjithë fëmijët. Babai im ka qenë pastronte, rregullonte, i mande gjërat pastër. Dhe desha të them për rastin, Po. si nuk e bën publike në atë kohë, nuk e bën publike. Ka patur ushtar që kanë tentuar për goditur njëri tjetrin. Në saj të vendet. Pse s'ndodhin në vendet e tjera, në pikat e tjera, se ka patur pika Golemi, 3-4 pika të tjera, po nuk ka ndodhur. Kisha. Në asnjë vend të botës ma do mandja që të mbi vendoset
një objekt tjetër, sepse ajo i le pasojat edhe tek ai objekt që do ngrihet, ose të çvrëzosh kultin për interesa qeveritare apo nuk e di se mund ta them, sepse e them këtë në sajt të asaj se çfarë ndodhi këtu, që ky vend nuk pranon gjëra të natyrës që nuk i përkasin vendit ku ne jemi. Është krenaria e madhe, e them me shpirt. Është krenaria e madhe për ne që po shikojmë të ndërtuar një kishë të re. Por dikush i ka meritat këtu. Në këtë kishë po ngrihet, dikush i ka. Dhe për këtë Baba Josifi ka miliona përqind që u ndërtua kjo kishë. Falë Zotit, falë nesh që na u bë peshqesh, ne e quajmë peshqesh atë Josifi, që na erdhi dhe na e ngriti. Kështu siç po e shikojmë. Ai e mbledh gritin e vet. Është shumë punëtor. Dhe bashkë me juve mund të bëj diçka shumë të mirë, ashtu siç është edhe ky rasti i ndërtimit të kësaj kishe. Nuk ka lënë. Njeri pa i thënë për një diçka të vogël sa do të jetë mundësia që të kontriboj. Po mos ishte ky nuk do ishte bërë. Nuk ka njeri të asaj natyre për t'i bërë këto gjëra. Falenderojmë Zotin ashtu sikur sa thamë ju që është një dhuratë për Zotin tuaj. Të dashur miq, dhe ju dashamirës të kishës, ju kontribues të kishës, ju falenderojmë për mbështetjen tuaj të vazhdueshme që përmes lutjeve, ndihmës, kontributit dhe dhuratës tuaj sipas mundësive kemi arritur në këtë fazë të punimeve. Sfidat për vijimin e punimeve janë të mëdha, ndaj kërkojmë mbështetjen dhe ndihmën tuaj duke kontribuar në ngritjen e kishës të Shën Marisë Golem. Një kishë historike e dëshmisë të besimit dhe kulturës që regjimi komunist e rënoi. Ndaj, ftojmë nga çdo individ ose familje të japin kontributin e tyre për këtë iniciativë të ndërmarrë nga Këshilli i Kishës. Dashur miq të Medias Ngjallja, në kronikën e sotme u përpoqëm të sjellim shembullin e bashkëpunimit të klerikut Ati Josif Muço dhe besimtarëve të enorisë të tij këtu në Golem, pranë qytetit të Lushnjës. Urojmë dhe shpresojmë që ky shembull të frymëzojë dhe klerik të tjerë të kishës sonë dhe besimtar dhe laik, dashamirës ndaj kishës, sepse kur kleriku dhe besimtarët bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ata mund të bëjnë gjëra shumë të mira, siç është edhe rindërtimi i kësaj kishe, që është një bekim jo vetëm për këtë fshat, por dhe për zonën përreth. Për Media Ngjallja, nga Golemi i Lushnjës, Djakon Aleksandër Dimroçi.